Drejtoria e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Vlorës po i kushton një vëmendje të veçantë në këtë periudhë bashkëpunimit dhe kontrollit të aktivitetit të njësive akomoduese. Drejtori Sokol Kananaj gjatë një interviste të dhënë këtë të njëjtë për televizionin 6+1 Vlora, tha se ka dalë tashmë edhe vendimi i Këshillit të Ministrave për lehtësirat dhe ndryshimet ligjore për hotelet apo njësitë akomoduese. Kananaj premton bashkëpunim të mirë me biznesin, ndërsa flet edhe për tur operatorët, të cilët po orientohen drejt këtyre ndryshimeve. Në evidentimin e hoteleve ne po nxjerrim, duke qenë se ka dalë dhe VKM e re për vlerësimin e tyre, po komunikojmë me të gjithë strukturat akomoduese, ku kemi bërë dhe njoftimin përkatës në lidhje me ndryshimet ligjore që i kanë ndodhur dhe shpresoj të kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Gjithashtu kemi folur dhe me tur operatorët për t'i orientuar drejt tyre ndryshimeve. Por cilat janë ndryshimet ligjore për njësitë hoteliere? Për bizneset që kanë detyrime nga viti kaluar, Drejtoria e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Vlorës ofron marrëveshje për pagesën e detyrimeve me këste. Nëse nuk do të ketë ndërgjegjësim, do të ndërmerren hapat e ndëshkimit sipas ligjit. VKM-ja përcakton afatet në maj shtator, cilat datohet 65% të kapacitetit dhe 30% për periudhën e mbetur. Në rastin konkret, subjekt ka qenë me vetë deklarim të numrit të hoteleve, të cilët dorëzojnë regjistra çdo muaj kur janë aktiv. Për këtë, ne po informojmë dhe po bashkëpunojmë me gjithë strukturat akomoduese, të cilët duhet të kenë në dieni vlerësimin që do të vinë përkatës. Për gjithë subjektët të cilët kanë detyrime në viti kaluar, ne kemi ofruar marrëveshje. Në rast mos zbatimit të tyre, ne ndjekim procedurat administrative duke arritur në bllokim dhe veprimet në QKB duke çuar deri në përmbarim apo veprimet tjera ligjore. Kananaj thekson se ka rritje të numrit të strukturave akomoduese, por ka edhe një bashkëpunim të mirë me etatimet e bashkisë. Janë evidentuar disa problematika sipas tij në zonat turistike, por që po vijon puna edhe në këtë drejtim. Aktualisht kemi një bashkëpunim me gjitha strukturat akomoduese dhe se numri i tyre është rritur. Po të them drejtën, kemi parë një rritje, një shtesë të numrit të strukturave akomoduese, por shikoj që çdo gjë është në bashkëveprim me njëri tjetrin. Besoj që do të jetë një sezon i mbar. Kemi evidentuar disa probleme të cilat janë në rast konkrete pika turistike ku ka probleme dhe ku ne nuk kemi dhënë miratim për leja apo ushtrim të aktivitetit dhe për këtë po vazhdojmë në këtë hapa. Por cilat janë detyrat që subjektet akomoduese paguajnë në Drejtorinë e taksave dhe tarifave vendore të Bashkisë së Vlorës? Në detyrim është takse fjetesë në hotel, përveç tarifave vendore që janë takse ndërtesës, takse hapësirës publike, është dhe takse fjetesë në hotel, të cilët subjektet kanë detyrim të vetë deklarojnë të dije me regjistra përkatës pas VKM-s bashkisë, duke kemi futur dhe VKM-n e re që ka dalë në lidhje me këto nga Ministria e Turizmit. Kananaj flet edhe për fazën se çfarë ndodh nëse këto subjekte nuk do të shlyejnë detyrimet e prapambetura. Kreu i tatimeve të Bashkisë së Vlorës ka edhe një thirrje për të gjithë tatimpaguesit. Nisu nga detyrimet prapambetura, ne kemi ndarë dhe sektorin e borxhit që është aktualisht në drejtorinë tonë. Ka marrë gjitha masat për gjitha subjektet, cilë nuk kanë shkryer detyrimet e vitit 2024 apo te kalim të afat 20 prit 2025, ne po bllokojmë gjitha llogaritë bankare dhe veprimet në QKB. Kjo do të jetë mundur që gjitha asetet që ata kanë në rast mos pagimit të detyrimeve nuk mund të përdorin apo mund të jenë të bllokuar nga drejtoria jonë. Për të bëjë thirrje gjithë tatimpaguesve, ne ofrojmë sërish mbështetje për të qenë një bashkëpunim sa më i mirë që në rastin e mungesës së likuiditetit të krijojnë akt marrëveshje me ne me periudha të caktuara që ne përcaktojmë për të ndihmuar këtë lloj aktiviteti. Në rastet kur janë sezonal, duhet marrin masa për shlyerjen e detyrimeve, duke qenë sepse pjesa e tyre nuk do t'i lejojnë nëse lidhen akt marrëveshje në pesdullim të aktivitetit të mëtejshëm.